pas më shumë se një viti së bashku. Duket se historia e dashurisë mes Sara Hoxhës dhe Erik Fullanit ka marrë fund. Çifti, i cili prej kohësh ishte në qendër të vëmendjes së mediave roz, raportohet se ka vendosur të japë fund marrëdhënies në heshtje. Detajet e para për këtë ndarje janë bërë publike në prive, ndërsa disa veprime në rrjetet sociale kanë shtuar dyshimet e fansave. Sara dhe Eriku kanë hequr njëri tjetrin nga Instagrami dhe kanë fshirë gjurmët që i lidhnin në platformat sociale. Edhe pse lidhja e tyre u komentua shpesh në media, dyshja zgjodhi gjithmonë të qëndronte larg ekspozimit publik, duke ruajtur privatësinë e tyre. Sipas raportimeve, edhe ndarja po trajtohet me të njëjtën qetësi dhe rezervim. Deri tani, as Sara dhe as Eriku nuk kanë reaguar publikisht për lajmin, por veprimet e fundit në rrjet duket se kanë konfirmuar distancimin përfundimtar mes tyre.